sfidu kolegen time Adea. Pritëm zemër se po vi. E i ka vi punës se dola këtu edhe. Qka i tha shefet? Shefit ta, si le më bëjq. Dhe është ta bon vrejtjet, bon shka don. Përshëndetje, miqtemi nga unë Doruntina. Përshëndetje, miqtemi nga unë Adea. Ndodhemi sot në Brezovic. Hajde të shohim bashk adrenalinën që do e përjetojmë sot në këtë vend piktoresk. Qëndroni me neve. Ja pra miqtemi, arriti edhe ondit, tash e kemi prezent. Bashk do e shijojmë ditën sot këtu në Brezovic. Po ashtu do intervistojmë, do bisedojmë edhe me qytetarët, me vizitorët që vinë në këtë vend. Juve ju mbetet me qëndru me neve gjatë ditës së sotme. Qish po kaloni në Brezovic? Pretu të zona. Kur ja ordë? Ma herët, Sa kime qëndru? që një orë qëto. Qka ju pëlqen mas shumë të në Brezovic? Ora, për gjë tjetër. A i plëcën pritshmërit e tua këtë destinacion turistik? Po në ka që e preferoj shumë, po të shkri diçka të mora. Miro, banderit. Faleminderit edhe juve se urdhova! Kohën e kemi për mrekulli, koha me diell, jemi mbush frymë, kemi ecë shumë gjatë, për me ardhur deri tek kjo pjesa e skimit. Që të ka shumë të poshtë, me ecë ka rani, po më duket më rshit. Që do më thënë koha me thy qofen. Hajde. Ndërum si po kalon sa? Valla mirë shumë, po i mdodhë shumë. Pse u love? Se marë pa përgatit. Pa përpësnjë, po përgatita e ke di që kemi skiju? Jo, vallaj, për i dit nuk përgatitesh për E s'ke. si është rasi pa plana? Po vallaj, gratis e mëra sot, Me kanë kjo orë? na më shok. E i ka vi punës se dola këtu edhe. Qka i tha shefet? Ha? Qka i tha shefet? Shefit ta, si A i le më kallëzu? bëjq. Si le Dhe është ta bon vrejtjet, bon shka don. Aj, po t'pa i ka shefe. Ti në punë mi nësi. me dorë. Përshëndesim shefat. Në rrugë, shka ku më bu më tje vallaj. Dhe me thonë ja vlenë më ardhë më Po, knosë me normal, shiu. Brezovica është të në ashtë. Qmi më të si po isha? Normal, mirë. Vetëm borë që s'kesh sekretën rregull. Grasi me vitet kalumë. Si vjetë marë organizu në është, shumë mirë, porta ishtë në poshtë, policia ishin bo një rreth që shëpam, mësë marë kjera dejnel, shumë mirë. A vini gjithë vetë? Po, zdo vetë, si pas mundësive, kishim najtë ka 3 mujë, po më si të fejën, të vim pështu. A e më në regëll. Sa po të kushton një det? Një dita, Po, a e më varë sa argjen, para për së më shty. varë, 20 euro ishtë ditore. Koha me sfidu kolegen time Adea. Adea, si po duket Brezovica sot, a i përmbush pritshmëritë tua si destinacion ky vend? Po, si të mos kur jeti me mu. Faleminderit shumë. Hajde po e shijojmë adrenalinën bashkë me Adean, por edhe t'i pyesim vizitorët nga qetësi me djallë. T'i pyesim edhe pak vizitorët cilë tashme janë në Brezovic. Juve ju mbetet me qëndru me neve. Se po vi. Pritëm zemër se po vi, alla po vi. Përshëndetje! Sa bukur po skijotesh? Ku i ki skijat? Ja, s'kam skija. Se ke orë në Brezovic pa skija? Pa skija. Me kam ke orë me familje? Që me familje e gruën, Sa shpesh vini? valojnë e sefte. Hera parë. Hera e parë. Ka po je pëlqen mas shumë të nga Hera kjo parë. bukurinë Fëmija natyrore? ka vrumë sot. Fëmija? Ka nape Gjermanijës, ka vrumë sot. E, vlodi, apo e shen? Po, Mishte e mi u argëtuam, ece, nuk po kam fri ma Doruntin, fol. Qa me fol Doruntina? Kemi gjëru, ma shumë qef, jemi knoq, sot këtu në Brezovic. Adea me Doruntina. Orzo Doruntina, për herë të porë. Apo e shen nuk shkon gjithmonë, Ja. Ngullin mbi ujë me udhëzu ondi, kësaj radhe unë e po ta Që ta nuk e prita. Je për një me thash deri sot na ka shku shumë gjatë mos me urdhzu.
Ne miqtë e mi po shkeputemi nga këto, po ju falenderojmë që shëndruat me neve, shifemi radhën tjetër. Deri atëhere, Mirëmbeçi! Qunë spitali. Që po paguj rrimin. Pas kësha është rajt kjo rrim. Pa qysh jo, pa vjen rrimë s'le, që keme botash. Plus penale. Kena shtetin e fort, për që ata. Edhe na bohëm më të fort. Jo, pja kalen i shtetit. Po na ja kalojmë, ma si Se- paguj. Po ndëgjoj që edhe penalin rrimen bre vëlla. Po e nalin rrimen, se tek shteti i fort është nalit edhe rrima. Si është atë jetesën në vendin tonë me këtë qeveri që është? Fa, që ka me folën, na jem të vogël, na jem pensionera, neve s'na në kanë kërkush. Që, si dhe njeri unë penzi, di që a i ka vdek. Ja. Aja që ashtu shkon, se se pyt më kërkush. Sa merë penzion, a më me të pytë? Që ki me morë, 150 euro. Sa kishe desht që shkon me? 20 vjetë kom punu, 150. 150? Alla ja ma shumë të kësha, merit e kësha. Oja, me konë jo po, pa tjetër kush jo. E s'ka ki punu? O kom qenë firmëzuhës, e kom fornuzu krejt nërmorin të timore Kosovë në vështëri. Sa ka qenë e vështirë? 20 vjetë. Tregom pak për kuën, sa ka qenë e vështirë. O, koha atërë konë ndryshe, tash është ndryshe. Ka ndru edhe sistemet e njerëzve e krejt. A u bo tash ma mira ma ketsat? Që kur të mesh një aspekt ka qenë atërë ma mirë. Për çka? Hajde, Se të cekëm shoshnia u të konë me e mirë. Shoshnia u konë me e bukër, me e mirë kem pas. S'kem pas pashoni, po kem pas shoshni. Tash ka pasoni, po s'ka shoshni. A u shëndru në interes gati çdo gjë? O, po tash, Sa është dora për është dorë? historia gjatë me spjegu. Se na pina pikat shkurta. Se na vakina po s'po du ti me të vengu. Po qështë. Sa është dora për dorë? Sa është ndima? Dima atëherë po dorë ma mirë. Sa? Se njerës të cilët kanë vojtë, diçka i kanë dimu gjithë kush. Ka shku i kanë dimu, po si ka të regu që unë e pen dimoj. Si ka të regu. tash? Veç ja kalon në ditën mirë edhe ka shku. Tash me bo dikush mi ndimu, the ti ndimova unë, ti filoni, ti ndova. E Jo, merr tash bota. po krejt bota e tërsh. Atëherë jo, tjerë ko ndryshë. Ndryshë, Po hajde një temë tjetër. Tregëm a meritojnë vajzat hisa. Se jenë mësu të në vendin tonë dije që veç a është djallë tranuën krejt. Se kanë qka milion. Shërë, atëherë vajzat edhe ndjent kanë qenë si me konë vla motër. Nuk ka pasën edhe një mesat në qatë. Ka ndoshta ka pasë, për ka qenë të fsheta. Nuk është zbulu. Tash po zbulohet. E marria me modhe që pe zbulojnë për televizionet, për e tharë. Jo, kështu, jo, ka. Jo, për mendimin tëmë, ajo është gabimi maj madh. Meritojnë edhe qikat.